Dëbimi nga Kosova i 5 serbëve që punonin në Ministrinë e Punëve të Brendshme në Serbi pasoi me reagim nga Brukseli. Njëjtë sikurse ambasadorët akredituar në Kosovë dhe Bashkimi Evropian e cilësoi këtë si masë ekstreme që zoduajt e ishte hapi i parë, por i fundit. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme gjatë së premtës nuk e komentuan reagimin e ndërkombëtarëve e as nuk treguan nëse do të ketë edhe dëbime të tjera ditëve në vijim. Pasi tha se dëbimi është bërë në bazë të kurnizës ligjore, ish-zëvendës ministri i punëve të brendshme tash avokat Vajdat Hoxha theksoi nevojën e bashkëpunimit me partnerët. Pra, qeveria megjithatë, edhe pse shpeshherë apo gjithherë në drejtën e saj kushtetuese dhe ligjore për të marrë vendime, do duhet që vendimet do të ishte më arsyeshme që këto vendime të jenë vendime strategjike që mbrojnë rendin kushtetues të vendit, që mbrojnë suverenitetin e vendit dhe nuk i lëndojnë raportet me partnerët tanë ndërkombëtar. Të njëjtin mendim ndan edhe politologu Elbasan Osmani, me që thotë se është drejtë e institucioneve të vlerësojnë. Edhe pse veprimet me impakt ndërkombëtar duhet të bëhen në koordinim me aleatët, vendimi për dëbimin e ish pjesëtarëve të MUP-it nga Republika e Kosovës është në domenin e Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe duke u bazuar në të drejtën humane është një akt i cili duhet përshëndetur. Autoritetet kosovare që nga 15 qershori kanë dëbuar 5 pjesëtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, të cilët jetonin në Kosovë me arsyetimin se përbëjnë kërcënim për sigurinë kombëtare. Vendimin për heqjen e shtetësisë, ministri në detyrë i punëve të brendshme Xhelal Sveçla tha se e kanë marrë mbi bazë të ligjit për shtetësinë, akteve nënligjore dhe rekomandimeve të institucioneve përkatëse.